Duke qenë se shpytja e fundit po ta bëj pyetje politike, duke qenë se jeni edhe përfaqësuese. Mendoni që korrupsioni në Shqipëri është perceptim dhe mendësi e qytetarëve të Shqipërisë? Faleminderit. Atëherë, matjet e korrupsionit që janë në qarkullim janë matjet të bazuara në perceptime. Kjo është ajo që mendoj unë, sepse metodologjitë e matjes janë duke pyetur individët, apo bizneset, apo pra matja lidhet me perceptimin, ndërsa niveli i korrupsionit është një tregues i cili është shumë vështirë për të matur. Ajo që mund të them unë me siguri është që niveli i korrupsionit në Shqipëri ka rënë. Dhe kjo nuk është një perceptim, por ka rënë pasi ne besojmë fort në inovacionin, në investimet në sisteme dhe në uljen e ndërveprimit të qytetarëve apo bizneseve me institucionet publike. Nëse e lidhim nivelin e korrupsionit me nivelin e komunikimit apo e ndërveprimit të enteve private, individëve, bizneseve, me institucionet publike, pa diskutim që ky ndërveprim ka rënë në mënyrë të jashtëzakonshme për shkak të sistemeve. Për sa i përket tash matjes, matja pa diskutim që varet nga perceptimet dhe sa më shumë të flitet për një rritje korrupsioni, aq më shumë perceptimi për rritjen e korrupsionit do të rritet. Njësoj si për çdo perceptim tjetër, për shembull, përmirësimi i klimës biznesit, është një perceptim, pasi matet nga pyetjet që i bëhen bizneseve dhe mund të krahasohet, perceptimet mund të krahasohen vetëm me një periudhë afat shkurtër më përpara dhe jo me një periudhë afat gjatë përpara. Faleminderit.